Në një deklaratë për mediat, ish kryeministri Sali Berisha publikoi programin e tij për bujqësinë, duke premtuar një rritje të ndjeshme të subvencioneve për fermerët dhe largimin nga Ballkani i hapur, të cilin e akuzoi si një skem që ka dëmtuar prodhuesit vendas. Subvencionoj për çdo njësi prodhimi kog, bagti dhe fidan të mbjellë fermerët dhe rritje për këtë qëllim e fondit për subvencionimin direkt fermerëve nga 5% e shpenzimeve buxhetore të shtetit në apo 31 milion që është de facto, se është 5.8, po tjerat i merr administrata, totali pra, rritja nga 0.5 në 3.5, saq është niveli mesatar i rajonit. 2. Mbrojtje sezonale e prodhimeve bujqësore. 3. Dalje e menjëhershme e Shqipërisë nga Ballkani i hapur që po rënon prodhimin bujqësor dhe blegtoral shqiptar dhe zbatimi të gjitha detyrimeve që rrjedhin nga procesi i Berlinit dhe procesi i integrimit evropian. 4. Karta e ID-s do t'jetë nimti i fermerit, mbështetje direkte subvencion të sipërmarrësve në sektorin e bujqësisë, blegtorisë, ku çdo fermer do identifikohet me një nip. Berisha sulmoi ashpër kryeministrin Edi Rama duke akuzuar për shpenzime të luksit dhe për neglizhencë ndaj sektorit bujqësisë. Ai e sfidoi Ramën në një debat publik televiziv mbi këtë çështje duke cilësuar politikën e qeverisjes për fermerët si një dështim total. Me këtë program, ish kryeministri synon të fitojë mbështetjen e fermerëve dhe sipërmarrësve të bujqësisë në prag të zgjedhjeve të ardhshme.